Mirë, dua të lexoj tani rezultatet përfundimtare nga zgjedhjet e zhvilluara ditën e djeshme, megjithëse duhet numërohen edhe votat e diasporës dhe votat me kusht që në total duhet jenë rreth 70.000 në mos gaboj. Gjithsesi, në zgjedhjet e djeshme, Albin Kurti ka marrë, apo vetëvendosja, ndjes, ka marrë 49.3% të votave. Bedri Hamza, PDK 21.01%, LDK e Lumir Abdigjiku 13.59%, Ramush Haradinaj AAK 5.68%. Por unë kam shkëputur në fakt edhe të dhënat e zgjedhjeve të shkurtit të këtij viti dhe të dhënat e zgjedhjeve të 14 shkurtit të vitit 2021, që në fakt Albin Kurti aty apo vetëvendosje mori një fitore historike ose fitoria më e thellë pas luftës, po e nis duke lexuar të dhënat e votave të shkurtit 2025, pra para se të niste kriza politike edhe institucionale atje, vetëvendosja pati marrë 42.3%, apo 48 deputet, sot ka 56, pra 8 deputet më shumë, PDK 20.95%, 24 deputet, LDK 18.27%, apo 20 deputet, dhe AAK Nisma 7.06%, apo 8 deputet. Pra 2 deputet AAK ka sot 6 deputet, pra 2 deputet më pak, ndërsa PDK 1 deputet më pak, siç e thash dhe në hyrjen time. Ndërsa në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021, jo më kot, po I lexoj edhe këto të dhëna, vetëvendosja pati marrë 50.28%, pra një rezultati përafërt me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, 58 deputet, sot ka 56, PDK 17.01%, apo 19 deputet, LDK 12.73%, apo 15 deputet, dhe AAK 7.12%, apo 8 deputet. Zoti Maliqi, si duhet lexuar një herë në rast të parë ky votim I qytetarëve I shqiptarëve të Kosovës? Fitore apo më shumë se sa thjesht një fitore për Albin Kurtin? Jo, është fitore. Është fitore e bindshme, nuk mund të interpretohet ndryshe kjo. Për të është fitore, do thotë për Kosovën, Kosova është që unë e kam quajtur triumf për shkak të Kosovës, megjithatë e ndarë për këtë pjesë, sepse ai ka 50%, gjithsesi si pjesë e shqiptarëve ka edhe më shumë se gjysma e shqiptarëve të Kosovës janë, sepse te ky 50-shi përfshihen edhe pakicat, do thotë. Është fitore për Kurtin, që shpjegohet besoj, ishte bendoj befasuese ka qenë edhe për vetë Kurtin, ndoshta edhe për vetë vendosjen. Ky rezultat dhe çka e shpjegon këtë ndryshim nga shkurti deri më sot, se kjo është, do thotë, pikpyetja. Pse një rezultat kaq I ndryshëm brenda një viti, mendoj që janë 3 fenomene. I pari dhe kryesori është riparafrimi I Vjosa Osmanit publik dhe operacional, do të thoja unë, me Albin Kurtin, që nuk ka qenë në shkurt. Në atë kohë ka qenë një lloj distancimi, kanë qenë sinjalet, ka qenë një farë periudhe 1 ose 2 vjeçare e tensionime dhe acarimi mes atyre dyve që e riktheu një pjesë të votuesve të LDK-ja në atëherë. Që prej kësaj kohë, dhe Osmani hap pas hapi ka qenë krejtësisht në linjë me Kurtin, dhe ka ndërmarrë një fushat, le të themi, ndërkombëtare të njohjeve, të zhbllokimit ndërkombëtar të Kosovës, sankcioneve, të gjitha I ka futur këto në funksion të fushatës së vetëvendosjes, pra një pjesë të madhe të këtij trupi elektoral ka rikthyer. E dyta është, dhe këtu sërish luajti president Osmani, është caktimi I datës së zgjedhjeve me 28 dhjetor, që e ka ndryshuar, mendoj mjaft në një mënyrë përmbajtësore, trupën elektorale që ka qenë prezente në Kosovë. Pse, po thua erdhi diaspora, emigrantët, pra e duajti, e përdori Albin Kurti, krizën pra e çoi deri në fund, e shtyll deri në fund në mënyrë që të merrte këto. Nga vlerësimet e exit polleve del që me 9 shkurt kanë qenë diku 10 deri në 13% se s'gaboj e votuesve prezent në Kosovë kanë qenë nga diaspora në shkurt. Ndërsa thuhet se dje kanë qenë diku rreth 20% e trupës që kanë votuar brenda Kosovës kanë qenë nga diaspora. Përveç që këta, dhe ndërkohë që trupa votuese kanë jetë pothuajse e njëjtë në shkurt. Pra ka pas një pjesëmarrje më të ulët të njerëzve rezident dhe një pjesëmarrje më të madhe të diasporës brenda votës në Kosovë. Dhe aty proporcionalisht vendosja qëndron më mirë. Nuk është vetëm diaspora, pra votuesi I diasporës I cili e favorizon më shumë vetëvendosjen, por është edhe ndikimi të cilin këta votuese kanë te familjet e tyre, te rrethet familjare, efekti mobilizues që kanë për te thjesht votës së tyre. Mendoj që ky është faktori I dytë që e ka rrit një pjesë të përgjendjes. Dhe e treta,
është fakti që Kurti ka qenë gjatë gjithë vitin në pushtet ose në qeveri dhe ka pasur vazhdimisht mundësinë për të ndërmarrë nisma kryesisht ekonomike, shpërndarje të skemave sociale, tani kishim këto për bonuset për fëmijë dhe për nëna, pra një varg kështu aktesh së gjestesh populiste ekonomike që besoj kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Dhe ndoshta kjo më e rëndësishme megjithatë mbetet që duke pasur parasysh gjithë këto avantazhe që kishte Kurti, opozita erdhi me një lloj letargjie, le ta quajmë, pa ndonjë mesazh qendror të fuqishëm, më shumë e ndiqte hapat e Kurtit. Jep Kurti ndihmë ekonomike, premto këta ndihmë ekonomike. Pra, ishin vazhdimisht në brenda lojës dhe diskursit të tij dhe siç ndodhet shumë shpesh në kështu vende demokratike ku ky populizmi, domethënë kur votuesit e shohin populizmin e shohin origjinalin dhe kopjet, zakonisht preferojnë origjinalin dhe ato që i ka pas mandatin dhe mundësinë për të shpërndarë të favorë, dhe kështu që kanë shkuar më shumë drejti, opozita nuk ka arritur të diferencohet mjaftueshëm. Dhe e dyta dhe e tjetra është besoj që gjatë këtij viti është penalizuar shumë LDK-ja për kalkulimin e vet, do thotë është parë si bllokuese ose si faktor që nuk ofron zgjidhje. Dhe votues kur e kanë parë që opozita nuk është e aftë formoj qeveri gjatë gjithë këtij viti,